Është qelur mbrëmjen e së premtes ekspozita Rënjët e piktorit të mirënjohur Vlonjat Agim Sulaj. Aktiviteti është zhvilluar në hollin e teatrit Petro Marko të pranishëm njerëz të artit dhe kulturës, miq e dashamirës të piktorit Agim Sulaj. Në fjalën e tij përshëndet se piktori i popullit Nestor Jonuzi e cilsoi autorin e ekspozitës si mjeshtër të artit pamor, i cili ka përfaqësuar vendin tonë në arenën ndërkombëtare ndërsa ka marrë trofe të shumtë. Tek personazhi, tek portreti i Agimit. Në ratë të parë si krijues, po kur them si krijues nënkuptohet edhe Agimi si njeri. Se në gjithë këto piktura që shikoni juve këtu, dhe ato që si keni parë, dhe ato që do bëj, dhe ato që i ka bërë, po që si janë këtu e shpërndar kudo në botë, të tëra së bashku, gjithë kënë ansambli madh i krijimtarisë Agimit është portreti fizik dhe shpirtëror i Agimit. Dhe këtë e them shumë sinqerisht. Se kanë thënë burra më të mençur nga mua, kritik të famshëm, piktor të famshëm, që gjithë krijimtaria, nëse doni të shikoni portretin e autorit, shikojeni mirë krijimtarinë se aty brenda i ka bërë autoportretin e tij. Kjo vetëm do një shik kulturë, do një shik vëmendje, do një shik intelekt, do një shik edhe ambientim. Teoria ambientimit është e famshme shumë. Duhet të mësohet njeriu, të mësohet syri. Për me syrit mësohet shpirti. Se mendja ka pak punë tek gjykimi i artit. Ose tek bërja e artit. Jo se s'ka punë mendja, hyn në refene, por që vendi kryesor ka ndjesia, se ka logjika, logjika bën për jetën. Unë po bëj këtë rezume që të them një të vërtet, që është për mua, po mendoj se është edhe për shumë të tjerë. Që arti është tjetër gjë, ka jetën e tij me ligjet e tjera dhe të tjerë, jeta është tjetër gjë, ka ligjet e saj që s'kan lidhje fare me ligjet e artit. Se jeta ka referencë arsyen logjike, hesapin, pazarin, sa lek do më japësh të t'jap pikturën. Bërja e pikturës ka ligje të tjera, ka referencë shpirtin. Pastaj dhe mendjen që organizon ruan ekuilibrat, mendje dhe shpirt. Po burimin e ka te ndjesia. Tashi, Agimi është Agimi edhe këtu. Është në stilin e tij dhe kjo punë e stilit ka shumë rëndësi. Është ADN-ja e Agimit, të gjitha pikturat e tij. Dhe ka bërë gjën më të bukur që e kaloi atë periudhën. Le t'i themi të shkurtër, shqyr për fat Zotit, por tranzitore njerësh, se në politik periudha tranzitore nuk pas ka fund. Kemi ngëcur atyne. Dhe ky nuk u lëkund, vazhdoi gjithnjë tek stili, tek puna që ai e bënte më me shumë qejf. Dhe shpikërisht kjo punë që ju shikoni këtu. Ky lloj stili, ky është Agimi. Ca i thonë primitiv, ca i thonë fotograf, ca i thonë nuk kanë rëndësi fare këto për mua. Këto nuk kanë fare rëndësi. Çfarë ka rëndësi këtu? Rëndësi ka që Agimi këtë që e bën dhe të krijon emocion. Ajo punë e emërtimit të disave që i thonë jo foto, jo ashtu e po kështu, ajo vjen nga nuk do të fyj njeri, po është një lloj ignorancë. Se Agimi kupton shumë mirë këto gjëra. Ku dallohet fotoa, ku dallohet piktura. Piktura Agimi dallohet për ngarkesën emocionale që ka. Aty përfshihet kujtesa, nostalgjia, historia. Të gjitha çka ndëron njeriu, çka shpreh mitologjia, çfarë shpreh historia, të gjitha këto janë objekte të artit. Kur pikturojnë këto nuk quhen objekte, më marrin vlera shpirtërore. Peizazhi është peizazh, është panoram, pa e pikturuar. Kur e pikturon piktori dhe vënët të lajo peizazhin, ai nuk quhet më peizazh. Ai merr trajta të animizuara shpirtërore. Po kjo është një farë kulture për të kuptuar. Prandaj mbeten pikturat, prandaj nuk kanë çmim. Agimi shpikërisht në këtë të fundit, brenda llojit të tij,
Shiko, mos harroni që sot natë bëhen dhe zaurojnë lloj marifetesh. Edhe Agrondine, simboli i shkollës vlonjate të pikturës, vlerësoi punimet e ekspozitës së rënjët. Suksesin e ka arritur me veprat e tija në pikturë dhe në karikaturë. Pile do më vinte mirë që në këtë ekspozitë të kishte dhe karikaturën, cilësi që ai e ka të lindur atë, ne që e njohim që në fëmijëri, ka fituar dhe shumë çmime në botë me karikaturën, dhe mirë do ishte ta pasuron të ekspozitën. Po më tha që do të hapi në vitin tjetër një me karikatura. Jo, këtë vit do bëhet. Këtë vit shumë mirë, here, do të jetë përsëri një sukses, i ndjekur nga shumë suksese që ka patur në krijimtarinë e tija Agimi. Unë jam dakord me atë që tha Nestori që Agimi ka mënyrën e vetë të shprehurit dhe ka gjetur atë mënyrë për të thirrur suksesin dhe për të thirrur shikuesin të tablot e tija, duke realizuar me mjeshtëri çdo detaj në krijimtarinë e vetë. Dhe ka një gamë të gjerë kapur, që nga tregushi tek luftëtarët e rilindjes, nga luftëtarët e rilindjes te rrugicat e fëmijërisë. Do me thënë e gjen që shëtit me fantazinë e tija me një gamë të gjerë. Ashtu dhe kjo e bën më interesante akoma dhe më të dashur edhe me brezat mosha të ndryshme krijimtarinë e gjerë. Vetë Agim Sulaj, që tashmë është pjesë e panteonit të artistëve të famshëm, duke falenderuar të pranishmit, veçoi një nga punët e tij, Valigjen e emigrantit, ndërsa për Agim Sulën është një motiv që prej vitesh është kthyer në identitet të veprës së tij. Sulaj tregoi dhe ngasjen që këtë pikturë ta kthej në një statujë të vogël pranë shëtitores bregdetare të Vlorës. Dedikuar një mbytje mbi një valigje, ëndra të mbytura në një valigje të emigrantëve tanë që kanë ikur në vitet 90, emigrimi që e kemi njohur. Kjo është një vepër që me vizatim ka qenë një vizatim i madh, 170 me 150 dhe në 2016 ka fituar çmimin e parë në Londër. Këtë ide të kësaj për të bërë një skulpturë për qytetin tonë, unë ja prezantova dhe bashkisë, kur ishte zoti Leli, kryetar bashkie, dhe mbeti në qik me fjalë të mira dhe mbeti kështu u sfumua. Në pjesën e kësaj ekspozite bën pjesë edhe kjo, për të rikujtuar qytetit që ne kemi nevojë për një vepër të tillë, për atë që na kanë parë syt neve, edhe për t'ju treguar brezave që ditë të tilla që kanë kaluar në këtë qytet, që ka pasur hemorragjin kombëtare, duke u zhdukur, duke u larguar, duke u mbytur, të mos përsëriten më. Dhe njëkohësisht, në qoftë se do përkujtojnë ato ditë të idhura ndonjëherë, edhe për të hedhur një lule, do me kjo skulpturë ishte tamam një simbol i asaj periudhe të zyrmë të vendit. Artisti mirënjohur Agim Sulaj është rikthyer për të 9-tin vit me ekspozitën Rënjët, një metaforë për lidhjen e tij me atë dheun, edhe pse punon e jeton në Europë. Peneli i tij ka kaluar kufijt kombëtar dhe është bërë pjesë e panteonit të artistëve me famë botërore, fituesi 270 çmimeve ndërkombëtare. Ai ka vendosur një rekord të papërsëritshëm në artin shqiptar, duke ekspozuar deri në Kinë, ku është nderuar me çmime prestigjioze. Ndërsa në muzeun Jadzing ndodhet aktualisht piktura Valigja e emigrantit.